janë njëjtë amerikanë që ishin këtu përpara se Trump vinte në pushtet. Pra ka ardhur njëjti ekip dhe ka rifilluar punën aty ku e kishte lënë. Pra flas për Obdatin, sepse gjithmonë Anduena ka përsëritur këtu që amerikanës pak ka pasur dhe bëj fjalë për amerikanë që janë punonjës qeverisë, punojnë për qeverinë amerikane. Ndërkohë që zyra ndihmëse e Obdatit është rikthyer me po të njëjtët njerëz, cilët nuk mund të kenë ndryshuar ngjyrë për shkak se ka ndryshuar presidentin, mund të kenë po them shpejtësi të ndryshme. Detyrat e reja ato nuk kanë që janë ata profesionistë. Po detyra është e njëjtë, të mbrojë interesin e Amerikës përmes SPAK-ut dhe interesi i Amerikës përmes SPAK-ut në Shqipëri është të pastrojë politikën që populli nuk e pastron dot. Ndërkohë që sa i takon takimeve që ju s'është e njëjtë, jo, një sekond. Thosë interpretimi është i dyfisht. Nëse politika shqiptare ka akuzuar në për një kohë të gjatë që SPAK-u ka qenë një instrument i forcave sorosiane për të nxjerrë jashtë loje të djathtat politike në Shqipëri, opozitën, dhe kjo luhet edhe në Europë, s'luhet vetëm këtu ne. Prandaj thash që është shqiptarizuar Europa në vend që të europeizohemi ne. Tani, nëse këta vinë me të njëjtat detyra, të njëjtat persona, nuk mund të vinë me një detyra, vinë të njëjtat persona me një linjë të re. Unë nuk mendoj që standardi është unë mendoj që standardi është standard. Emrat e përveçëm besoj që kanë pak rëndësi në varësi të emrat e përveçëm janë kyçi. Ndërkohë që për takimet që ju përmendat që ka bërë zoti Dumani me kryesisht qendrorin britanik, së pari është e shuajtshme që Britania e Madhe së fundmi ka një rol më protagonist në Shqipëri, qysh kur Amerika bëri një hap pas në gjithë Europën, ata duan të jenë më vendimtar, dhe takimi ka qenë tërësisht i dedikuar për zgjedhjet dhe krimet zgjedhore, dhe në takim ka marrë pjesë për arrestime. Po, krimet zgjedhore përfshin arrestime në vetvete, po fokusi... Kur të ndodhin, se pa ndodhur zgjedhje... Po, duhet ndodh krimi zgjedhor, pra... Po, takimi zotit Dumani ka qenë... Zotit Karabush thotë për dosje të bëra gati tashmë. Kurse ajo që po them unë është... Për ekzekutim dosjesh, unë po them që takimi ka qenë dedikuar për zgjedhjet.